أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. Allahun e falenderojmë, prej tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Salavatet dhe selamet i dërgojmë mbi profetin Muhammedin alayhi salam, mbi mëshirën e njerëzimit, të cilët i u zbrit Kur'ani Kerimi, fjala e Allahut Dhul Xhelal, pikërisht në muajin e Ramazanit. Siç është e ditur, të gjithë librat e shenjtë, të gjithë librat e Allahut, fjalët e Allahut Dhul Xhelal, kanë zbritur në muajin e shenjtë të Ramazanit. Gjithashtu edhe Kur'ani Kerimi, libri i fundit i cili i u zbrit Muhammedit alayhi salam, zbriti pikërisht në këtë muaj, në muajin e Ramazanit, ku për këtë na bën të qartë edhe fjala e Allahut, ajeti i Kur'anit në surën Bekare, ku thot: "Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an", muaji Ramazanit që në të filloi të shpallet Kur'ani. Sa i përket Kur'anit, Allahu Dhul Xhelal për njeriu e la si një udhërrëfyes, si një udhëzim gjatë jetës së tij deri në vdekjen e tij. E ku për këtë ju zbret, ju shpall pejgamberit alayhis salam, dhe që brez pas brezi erdhi deri tek ne. Ku për leximin e tij Allahu Dhul Xhelal e llogariti si ibadet, e vlerësoi si ibadet, si adhurim ndaj tij. Gjithashtu e vlerësoi ibadet edhe për atë lexuesin i cili e lexon pa e ditë kuptimin e tij, domethënien e tij. E mos flasim për atë lexuesin i cili e lexon me një mënyrë të bukur dhe gjithashtu e din edhe domethënien dhe kuptimin e tij se çfarë thot ajo fjalë. Sa i përket vlerës dhe rëndësisë mësimit dhe leximit të Kur'anit, kemi hadithet e pejgamberit alayhis salam ku na flet për atë vlerën dhe rëndësinë e atij çka e mëson, por jo vetëm kaq, për vlerën dhe rëndësinë e atij se çka e mëson për veti dhe u mëson të tjerëve. Ku thot pejgamberi Allahut: "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu", më i miri prej jush është ai i cili e mëson leximin e Kur'anit, por u mëson atë edhe të tjerëve. Prandaj ky duhet të jetë një synim i çdo besimtari i cili e beson që ky libër është fjala e Allahut Dhul Xhelal, është libër i shenjtë, është synim i tij që gjatë jetës së tij e më e mira prej kësaj që t'ja filloj prej kohës së fëmirisë mësimin e atij e këtij libri, por nuk duhet të mjaftohet vetëm me ditë leximin sa për vete, por kërkohet edhe nga pejgamberi alayhis salam, ku edhe po e vlerëson me një titull që më i miri nga të tjerët, më i miri prej jush është ai që e mëson Kur'anin, por nuk mjaftohet me kaq, u mëson edhe të tjerëve. Prandaj ajo se çka kërkohet prej çdo njonit prej nesh është që të mundohemi ta mësojmë Kur'ani Kerimin dhe të fillojmë së pari nga familjarët tonë, nga baballarët tonë, nga fëmijët e tonë e kështu me radhë, që të mundohemi harf pas harfi t'ja mësojmë edhe të tjerëve. Me qëllim që ky lexim i Kur'anit t'jetë për neve një vlerësim i madh nga ana Allahu Dhul Xhelal, po edhe për në këtë dynja le t'jetë për neve një mbrojtje, një mbështetje e madhe për jetën tonë dhe sprova që na godasin neve. Për shkak që Allahu Dhul Xhelal tha: "Ua kemi zbritër juve Kur'anin edhe shërim, po edhe mëshirë për juve, për muslimanët, për mu'minët, për ata të cilët e besojnë atë." Shohim që njeriu gjatë jetës kur sprovohet me sëmundje të ndryshme, me sprova të ndryshme, mundohet për ta gjetë atë ilaçin, atë shifajen, mundohet me i dhënë gjitha pasunitë çka i ka, gjitha mundjet çka i ka, gjitha arvatjet se çka i ka,
me qëllim vetëm që ta gjej shifon, ilaçin e atij sëmundje, asaj smundje apo e asaj sprove që e ka godit. E Allahu Dhul Gjelal për besimtarin, për gjendjen shpirtnore të tëna, për sëmundje shpirtnore të tëna, po na e thot që lexoni Kur'anin për shkak që merruni me Kur'anin për shkak që ua kemi zbrit atë edhe shërim, edhe ilaç, edhe shifa, po gjithashtu ua kemi zbritur atë edhe mëshirë për juve. Kemi hadithe të ndryshme të pejgamberit të Allahut që tregon për rëndësinë dhe vlerën e Kur'anit. Ndër të tjera shohim që nëse njeriu dëshiron me fol me Allahun Dhul Gjelal, na thot pejgamberi Allahut, nëse dikush prej jush dëshiron që të flas me Allahun Dhul Gjelal, le të lexoj Kur'an. Në botën e sotshme shohim njerëz të ndryshëm që mundohen që jetën e vet m'ia përkushtu apo spaku me u mundu që në jetën e vet spaku një herë me e taku një njeri të rëndësishëm apo të njohur, qoftë ai aktor, qoftë ai ai futbollist apo diçka e ngjashme. E gjatë jetës tëna, kur mundohet për me arrit me e taku atë person të njohur, të famshëm në botë, ka prej tyre të cilët harxojnë, shpenzojnë pasuri, energji, po besa edhe shpesh herë ndodh që edhe anën morale, edukate të vetën, arrin që me e humb, me e ul poshtë, vetëm me qëllim që me arrit, me pas një kontakt të afërt me personin e famshëm. A ka më me vlerë, më të rëndësishme se sa me pas kontakt, me pas lidhje të afërt, me kontaktu, me bisedu me Allahun Dhul Gjelal, me krijuesin e gjithë atyre të famshmëve, me krijuesin e gjithësisë. E për këtë pejgamberi Allahut po na thot, e nëse doni me bisedu, nëse doni me fol me Allahun Dhul Gjelal, atëherë lexoni Kur'an. E ky Kur'ani që na po e përsëritim shpesh është një libër që në ditën e gjykimit është njëri prej dy gjanave që do të ndërmjetësoj, do të luboj për gjendjen tonë në ditën e gjykimit. Secili prej nesh mundohet që jetën e vet në fundin e kësaj jete, të mundohet gjatë jetës vetë që në fundit me u shpërbly nga ana e Allahu Dhul Gjelal dhe mos me u dënu nga ana e Allahu Dhul Gjelal. E për mos me u dënu nga ana e Allahu Dhul Gjelal, duhet që me pas një jetë hajrit, duhet me pas një jetë të bekume apo një jetë që është mundu me ja parashtru gjithë jetën e vetë ata asaj se çka e ka kërku Allahu Dhul Gjelal. E janë vetëm dy gjana që në ditën e gjykimit do të ndërmjetësojnë, do të bojnë shefaat për neve që Allahu Dhul Gjelal me na e shpërbly dhe mos me na dënu. Ku njëra ndërto është agjerimi i muajit Ramazanit dhe tjetra prej kësaj është Kur'ani. Prandaj të mundohemi vëllezër dhe motra që edhe agjerimin mos ta lojmë anash, mos ta neglizhojmë, të mundohemi të jemi prej atyre të cilët janë praktikues të rregullt të agjerimit të muajit Ramazanit, por gjithashtu të jemi edhe prej atyre të cilët mundohen të jenë të lidhur fort me leximin e Kur'anit, por jo vetëm edhe me leximin e Kur'anit, por të jenë edhe prej atyre të cilët punojnë dhe e praktikojnë atë se çka kërkon Kur'ani i Kerimi. Kemi fjalë të ndryshme prej njerëzve të njohur, prej sahabëve, prej shokëve të pejgamberit alayhis salam, që tregojnë dhe folin për Kur'anin. Njëri prej tyre është Hasani radiallahu anhu, ku thot: nuk ka njeri të pasur i cili është larg Kur'anit, dhe nuk ka njeri të varfër i cili është afër Kur'anit. Prandaj nëse çdo njeri prej nesh dëshiron që me qenë i pasur, duhet me qenë i lidhur fort me Kur'anin. Po nëse nuk don me qenë prej atyre të cilët kanë pasuri, po pasuria e tyre nuk është e vlefshme, nuk vlen kur gjë hiç, atëherë nuk duhesh me qenë larg Kur'anit, po duhesh me qenë i lidhur fort me të dhe me punu me të. Tregon Abu Huraira radiallahu anhu ku thot: në aq shtëpi të cilën lexohet Kur'ani, shtohet bereqeti, shtohet bollëku
prezentojnë me laqet dhe mungojnë shejtanët, largohen shejtanët. Ndërsa në aq shtëpi ku nuk lexohet Kur'ani, prezentojnë shejtanët, largohen me laqet dhe mungon hajri, mungon e mira. Në këto ditë të Ramazanit të mundohemi që të jetë Kur'ani ai i cili e gjallëron shtëpinë tonë, për shkak që gjallëria më e mirë në muajin e Ramazanit është gjallëria me leximin e Kur'anit. Mënyra më e mirë dhe më e lehtë që njeriu mundet me e pas në leximin apo mësimin e tij të Kur'anit është me fillu gjatë këtij muaji. Muaj ku Allahu Dhul Gjelal i nxit besimtarët që me qenë e mundur për ta me bo vepra të mira, vepra të cilat kanë qenë të ndoshta të lodhshme, ndoshta kanë qenë të pamundura me u bo jashtë Ramazanit. E kun këtë muaj Allahu Dhul Gjelal po ja lehtëson besimtarit që me bo vepra të mira të hajrit, me punu për hajr, e hajri më i mirë dhe më i dashur tek Allahu Dhul Gjelal që mundet me qenë, e që besimtarit i vyn edhe në këtë dynja, po i vyn gjithashtu edhe për ditën e gjykimit, është mësimi dhe leximi i Kur'anit Kerimit. E lutim Allahun Dhul Gjelal që të na mundsoj të jemi për atyre të cilët janë të lidhur fort me leximin e Kur'anit dhe me praktikimin e asaj se çka Allahu Dhul Gjelal ka urdhëruar dhe ka ndaluar në të, dhe të jemi për atyre të cilët hynë këtë muaj të Ramazanit faqe bardhë dhe dalin edhe me faqe bardhë nga ky muaj me vepra të pranuara dhe vepra të shtuara të hajrit.